Elton, të përshëndes, ti ndodhesh për mëngjesit në Novosel, si është situata në këto momente që flasim? Lajmi i më i mirë nëse mund të themi në këto momente, të paktën nga ajo çfarë thamë edhe në lidhjen e kaluar, është ulja e nivelit të lumit Vios. Nëse në orët e para të mëngjesit arriti në 8.25 metra, në momentet që flasim niveli i tij ka shkuar në 7.9 metra, pra ka një rënje të nivelit të tij. Megjithatë ka ende prezencë të ujit në disa toka bujqësore në fshatin Fitore, ndërsa mbeten të evakuara 10 familje të cilat janë larguar nga banesat e tyre prej mbrëmjes së dieshme për shkak të rrezikut që mund të kishte nga dalja e shtratit të lumit Vios. Janë 10 familje, siç e kemi thënë, 7 në Osel dhe 3 në fshatin Fitore, banesa të cilat janë shumë afër shtratit të lumit Vios dhe për t'i paraprirë çdo lloj problematike që mund të krijojë nga emergjenca dhe nga strukturat e Bashkisë së Vlorës, është vendosur që këto familje të evakuohen për t'i paraprirë pra kështu një rreziku edhe më të madh. Situata vjen të mbetet në monitorim nga emergjencat civile dhe qendra emergjenca civile është vendosur pikërisht në këtë zonë, pra në unë mi folit pas të mi ku ndodhem aktualisht për të monitoruar situatën dhe prurjet e lumit Vios. Nga informacionet e fundit që kemi, nga emergjenca civile më është konfirmuar që ka edhe një stabilizim të prurjeve edhe nga zona jugut të vendit, nga Memalia i Tepelena apo edhe Gjirokastra, që ka bërë dhe ka sjell edhe ulje në nivelit të lumit Vios pikërisht në urën e Mifolit. Vjen të mbetet i përmbytur pazari i vjetër poshtë këmbëve të urës, një pjesë e tokave bujqësore, siç edhe e thash, pranë fshatit Fitore dhe banesat të cilat kanë qenë ditën e dieshme, ato të treja në cilat u evakuan prej ditës së dieshme, pra që ndodhen shumë pranë urës së Mifolit dhe në shtratin e lumit Vios, dhe 10 familje të tjera të cilat u evakuan gjatë mbrëmjes së dieshme. Normalisht do të shikohet situata në vijim, do të shikohen prurjet, duke shpresuar që nuk do të ketë ndoshta rreshje intensive dhe shumë intensive edhe në jug të vendit, pasi ato ndikojnë kryesisht në rritjen e prurjeve të lumit Vios, të cilat reflektojnë pas disa orësh më pas edhe në zonën të urës Mifolit dhe që mund të çojnë edhe në problematika më të tjera. Deri në këtë moment, kjo është situata në Novosel, ka një ulje të nivelit në 7.9 metra dhe ky është lajm i mirë nëse mund ta përmendim deri në situatën në cilën ndodhemi aktualisht. Prurjet janë në nivel të qëndrueshëm dhe mund të themi që situata vetëm është duke u ndjekur dhe duke u monitoruar për t'i paraprirë çdo lloj problematike apo vështirësie që mund të krijohet ndoshta në vijim. Ndërkohë, Elton, evakuimet janë kryer në kohë apo jo? Evakuimet janë kryer në kohë. Ne referuar edhe atyre 10 familjeve të cilat janë evakuar mbrëmjen e dieshme. Menjëherë sapo nisën në rreshjet e shiut dhe u pa që niveli i Viosës ishte duke u rritur për shkak të prurjeve, pavarësisht çdo lloj situate është vendosur nga emergjenca civile të evakuoheshin banesat, sepse banorët dhe këto banesa janë shumë pranë shtratit të lumit Vios. Dhe për të mos rrezikuar qoftë vetë banorët, por qoftë mos rrezikuar dhe problematika të tjera të cilat mund të krijoheshin duke pa rritjen në nivel të lumit Vios, vendos që ato të evakuoheshin dhe deri në këtë moment nuk është vendosur për rikthimin e tyre në banesa, pasi gjithçka mbetet në monitorim dhe në një situatë ende emergjente. E qartë, faleminderit për gjitha dënat që ndave, sa i takon situatës në Novosel, ndërkohë